Në një konferencë me gazetar, drejtori i arsimit në Ferizaj, Muhamet Halili, tregoi se si ka kaluar gjatë një vizite në SBA. Ai bëri të ditur se atje ka shkuar në kuadër të një delegacioni nga Kosova, ndërsa nga kjo vizitë ka mësuar shumë përvoja të reja se si shoqëria dhe politika duhet ta trajtojë çështjen e ekstremizmit dhe radikalizmit fetar. Gjatë kësaj vizite ne gjithashtu kemi shfrytzuar rastin që të shkëmbejmë përvoja dhe eksperienca edhe në fushën e arsimit, ku mund të them se në çdo vizitë që ne kemi pasur, në këtë vizitë temë kryesore ka qenë organizimi i shkollave, qoftë fillore, të mesme, edhe të studimeve. Lëm të veçohet angazhimi i komunitetit nëpër institucione dhe informimi i gjithë qytetarëve për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizmit nëpër këto vende. Fillimisht kemi shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Washington DC, ku jemi pritur nga State Departamenti. Aty kemi realizuar disa takime, ku thjesht jemi njoftuar rreth programit dhe rreth mundësive se si ato veprojnë në bazë në komunitet për parandalimin dhe ekstremizmin edhe informacionet e marrjes nga qytetarët edhe njëkohësisht edhe marrjen e këtyre rasteve në mënyrë individuale me secilin person i cili ka nevojë. Gjithashtu kemi vizituar disa komuna ku e kemi parë se si po vepron procesi edukativ arsimor dhe si është ndërlidhur kjo temë sa i përket parandalimit dhe ekstremizmit nëpër shkolla. Me këtë rast, Halili u shpreh se përvojat e marra nga kjo vizitë studimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i sjellë edhe praktikisht në institucionet arsimore të Ferizajt. Unë mund të them nga përvojat të cilën kemi parë, tereni Kosovë shtrekonshi prind, shkollë edhe nxënës, atje kishin 4 këndsh, mund të them lirisht, por arsye se ishte biznesi, ishte prindi, ishte institucionet edhe komuniteti, ku kryesisht çdo drejtim profesional të cilën ata realisht e krijojnë apo hapin ishin në bazë të ofertës nga kërkesa në mënyrë që të dyja të kenë një harmoni edhe mos kenë diferencë të madhe sikur që është tek ne. Me këtë rast mund të them që me këtë vizitë se ne kemi pas rast të vizitojmë disa shkolla, disa institucione, si dhe qendra trajnuese të cilat ishin kuadër të komunave në mënyrë që të gjitha të ri dhe të reja që kanë qoftë talent për një profesion të caktuar apo kanë ngjese për një profesion të caktuar, ju krijohet kjo mundësia që ata të arrijnë sukses dhe të janë të gatshëm për tregën e punës. Në këtë vizitë studimore në SBA, për 10 ditë rresht qëndruan përfaqësues të 9 komunave më të mëdha të Kosovës.